Po beso se suksesi matet në politikë sa u ke bë mirë njerëzve, sa u ke përmirësu jetën njerëzve, sa e ke përmirësu arsimin, kulturën, kështu me radhë, këto mungojnë. Këto që po zbulohen në kohët e fundit të Maqedonisë, si që çështja e përdorimit gjuhës shqipe, që as andej, as këndej, ky emërtimi i rrugëve vetëm zbulojnë një pasuksesshmëri të politikës së Ali Ahmetit. E dyta, unë mendoj se Ali Ahmeti që atëherë ka qenë instrument i të tjerëve. E kush janë të tjerë? Po zakonisht tu ku jetojmë ne kryesisht janë slavët, të tjerët. Si po konsideronin njeri të shërbimeve? Do jem më i qartë edhe pak. Her pas here, në këtë impenjohen edhe Bashkia Ndërkombëtare dhe perëndimorët. Dhe nuk duhet, unë kam përvojt, çuditemi se në momentet caktuar interesat e slavëve dhe perëndimorëve puqen për një ngjarje. Dhe për të qenë i sinqert, unë mendoj se ai si instrument është përdor, ndoshta e kanë bind, se PD-SHE-ja po të mbjetoj në pushtetet dhe disa vite Maqedoninë e pret ndarja, ose krijimi i federatës, që ndoshta edhe s'ka qenë larg. Dhe është fut në lojë për të realizuar një dëmtim të PD-SHE-s dhe më pastaj është premtuar se gjitha gjërat do zgjidhen, siç ka ndodhur 45. Se ne nuk jemi as budallë që të themi partizantë shqiptarë që kanë luftu, kanë qenë tradhtarë, ose kanë qenë, unë mendoj se edhe Fadil Hoxha dhe të tjerët kanë pas premtime shumë të mëdha prej kohës bile kanë pas dhe i marrëveshjet, Bujanit. Po sigurisht. Pra, vetëm po bëni akuza shumë të rënda. Po e kam parasysh, po çfarë tash? Njeriu që identifikohet, si më thonë, me LPK-n, me UÇK-n, me dy UÇK-jat. Ali Ahmetin po thoni që ka qenë në agent të tjetër kujt, të Maqedonëve në këtë rast, ose të Serbia është më e fortë. Pse unë pra po e akuzoni direkt si njëri në agent të Serbisë? Ku i mbështes të argument? Unë nuk jam agent i shërbime sekrete, të kem të saktësi të argumenteve. Unë jam politikan dhe gjërat i analizoj me politikë. Sot, pas 25 viteve, kryengritja Ali Ahmetit asgjë të mirë s'u ka sjellë shqiptarët të Maqedonisë. Asnjë lëvizje përpara. 2001 s'ka sjell asnjë mirë për shqiptarët. Absolutisht. Marrëveshja e Ohrit? Janë 3 elemente të cilat i ka si shtyllë marrëveshja e Ohrit. Elementi i parë është amnestia, që i kemi bën ne, se s'ka qenë BDI atë. Amnestin i kemi bën ne. I thash një gazetarit, po s'është edhe ç'është punë e madhe. Është ta punë e madhe shumë se shin Kosovë ç'a ndodh. Kush është amnestia e saktë. Çështja e dytë ndryshimi kushtetues. Çështja e tretë që ngeli është sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhës. Se PD-SHE-ja në vendosjen në qendër të marrëveshjes së Ohrit, çështën e gjuhës e ka bërë për shkak se gjuha sjell federalizim. Nuk është gjuha vetëm si e drejtë të folurit. 25 vite mas nuk kemi asnjë përmirësim juridik të përdorimit gjuhës shqipe. 25 vite mas, unë i di për shtypjet që ekzistojnë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, po më besoni se s'janë të vërteta. Jam i gatshëm që tani ta lëm politikën, nëse Ali Ahmeti në tetor ka vendos një drejtues shqiptar më shumë se sa kur kam qenë unë para 2001. Kretë kjo ka qenë një parapregatitje dhe partneri i koalicionit të Ali Ahmetit që edhe në pushtet 2002 janë armikët e shqiptarëve dhe të PD-SHE-s, edhe të Kosovës. LSDM-ja e cila e kalli ambasadën gjatë bombardimeve në Serbi që bënte NATO-ja. Faktet politike flasin se kur gjë nuk ka pas të përbashkët. Kryengritja me realizimin e drejtave shqiptarëve.